Zyra e regulatorit për energji është paditur nga grupi qytetar asnjë cent më shumë. Padia është dorëzuar në gjykatën themelore në Prishtinë nga avokati Ardian Bajraktari, që përfaqëson këtë grup i cili ka kundërshtuar me protesta vendimin e ZRE-s për shtrejtimin e energjisë elektrike për 16.1%. Përmes të cilës kërkojmë anulimin e vendimit të zyrës së rregullatorit për energji për sa i përket çështjes së shtrejtimit të energjisë elektrike për qytetarët e vendit prej 16.1%, siç e kemi thënë edhe në prononcimit paraprake, vendimi është marrë në bindjen tonë shkelje të shumta ligjore, është vendimi natyrës diskriminuese, është marrë në shkelje të ligjit si të ligjit për procedurën e përgjithshme administrative, po ashtu edhe të ligjit për zyrën e rregullatorit të energjisë. Përkundër protestave dhe thirrjeve që kanë bërë qytetarët, ZRE-ja ka ngritur çmimin e energjisë. Tarifat e reja kanë hyrë në fuqi që nga 1 maji. Përfaqësuesi i grupit Asnjë cent më shumë, Ali Sefaj, shprehu pritjen që gjykata të vendosë konform kërkesave të parashtruara në padi. Është institucioni i radhës ku ne do të atakojmë këtë vendim. Ne besojmë në institucionet tona të drejtësisë, ne besojmë që kemi sistem të mirëfillt drejtësisë dhe kredibil. Ndaj vendimit të ZRE-s për shtrejtimin e rrymës, mundësinë për ngritjen e një padie të veçantë e kanë paralajmëruar edhe përfaqësues të bizneseve.